Ju faleminderit që keni ardhur në bashkëbisedim me kryetarin e Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha, në lidhje me një çështje shumë të rëndësishme për shqiptarët, për Shqipërinë, për shtresën e cila është tashmë vulnerabël, pensionistët, një çështje shumë e ndjeshme për të gjithë ne. Në panel kemi përfaqësues të cilët e kanë ndjekur shumë afër çështjen e pensionistëve, është drejtuesi i Departamentit të Çështjeve Sociale Kastriot Sulka dhe kryetari i shoqatës i cili ka ndjekur pra çështjen tuaj Ilir Goci. Si fillim për të bërë një prezantim dhe një përmbledhje të shkurtër, zoti Kastriot Sulka. Faleminderit. I nderuar doktor Berisha, të nderuar zonja dhe zotërinj. Paketa e dhëmshërisë, që është prioriteti i qeverisë, ka në pjesën qendrore të saj mbështetjen për moshën e tretë dhe kryesisht për pensionistët. Dhe sot jemi mbledhur këtu jo vetëm për ta paraqitur këtë paketë, por edhe për të marrë nga ju komentet apo reagimet tuaja. Churchilli ka thënë urtësia e gjeneratave është e paçmuar. Ata janë depot e njohurive dhe eksperiencave që kanë bërë botën sonë. Është detyra jonë t'i mbrojmë ata, nderojmë ata dhe të sigurojmë ata që të gëzojnë një jetë në paqe dhe komfort për vitet që vijnë. Në këtë kuadër, qeveria e re ka parashikuar që të mos ketë pensione nën 200.000 lekë të vjetra dhe një rritje të përvitshme me dyfishin e rritjes së çmimeve. Po ashtu një efekt të madh në mirëqenien e këtij grupi, por jo vetëm të këtij grupi, do të ketë dhe karta e konsumatorit, e cila i kthen 20% të çmimit të paguar për çdo mall konsumi. Një mungesë totale të vëmendjes nga ana e qeverisë për këtë periudhë 12 vjeçare, duket edhe nga fakti se nuk kemi asnjë institucion të ri publik për akomodimin e personave të moshës së tretë. Përpara se t'ia kaloj fjalën doktor Berishës, do doja të theksoja se sot jo vetëm që kemi një kopim të programit të PD-s nga ana e PS-s, por çuditërisht nuk na del argumenti që ka shoqëruar këto 12 vjet, se po rritën pensionet, do të na kolapsohet buxheti. Sot kemi kopim motamo, madje nga ndonjëherë guxojnë edhe ta shtojnë këtë lloj mbështetje për pensionistët, sepse me sa duket është njëri nga argumentet kryesore të kësaj fushate. Ju falenderit dhe fjala për doktor Berisha. Spari shpreh nderimin tim më të madh dhe për uljen time për të gjithë kontributin që ju keni dhënë në këtë vend, për familjet tuaja, për veten tuaj, për shoqërinë, për Shqipërinë. Shpreh gjithashtu keqardhjen time të thellë, por edhe dhimbjen për faktin se ju, qindra mijëra, gra dhe burra, që shkrit energjitë tuaja, mendjen tuaj, talentet tuaja, aftësitë tuaja për zhvillimin e këtij vendi, sot ndodhi në një gjendje pakrahasimisht më të vështirë në rrafshin ekonomik se sa bashkëmoshatar tuaj në çdo vend tjetër. Sot, mbi 780.000 pensionistë përballen, përveç se një pjesë e tyre që kanë pensione maksimale ose të rritur maksimale, të tjerë përballen me vështirësi serioze
për ushqimin e muajit, e ditës, për ilaçet që rëndom duhen në këtë moshë, dhe për kujdeset tjera të nevojshme, jetoni në shumëtit nga ju, nga ato ndihma që u dërgojnë fëmijët tuaj, familjarët tuaj, sepse pensionet janë absolutisht pensione të pa denja, dhe në këtë kontekst, në këtë kuadër, duhet u them se qëndrimi ndaj jush është qëndrim ndaj dignitetit njerëzor. Njeriu duhet jetoj në dignitet, por njeriu të cilin e denon me varfëri, ti ja dhunon edhe dignitetin. Pse e them e denon? Sepse ju, në 12 vite, jeni dishmitar, e keni provuar me jetesën tuaj të përditshme, se pensionet tuaja janë rritur shumë më pak se sa çmimet. Në qoftë se çmimet në dyqanet të atyre ushqimeve që bleni, janë dyfishuar, ndonjëherë dhe mbi dyfishuar, dhe kjo është fjala për çmimet e gjërave bazë, në qoftë se ilaçet e rimbursimit janë paksuar, dhe për fatin më të keq, edhe ato që bleni janë absolutisht jashtë standardeve, se këta e prishen, e anulluan ligjin për interesat mafjes, ligjin që garantonte ilaçe të standardeve që shiteshin në Bashkimin Evropian. Pra, ju sot jeni shtresa më e skajuar, më e injoruar, dhe në mënyrën më të pamerituar. Nuk ka diskutim që pensionet bazohen në fondin e pensioneve. Por, kur bëjmë fjalë për tranzicion, real, dhe ky real, atëherë ne tranzicionin duhet ta pranojmë në të gjitha fushat. Edhe fondi i pensioneve është në tranzicion dhe ka një tranzicion. Sepse tjetër ishte trashëgimi e tij, tjetër periudha e informalitetit të me radhë. Por vim sot në qëndrimet 12 vite të kësaj qeverie kanë qenë më spaku të papërgjegjshme, kanë qenë edhe të pamshirë në një farë aspekti. Sepse çdo qeveri në janar, kur bën buxhetin e shoqërisë, e shtetit, ajo qeveri ndan, kaq do ndaj për rroga, kaq do ndaj për pensionet, kaq do ndaj për shkollat, për kopshtet, për shtetësinë e tjerë me radhë. Kurse ju zhduku nga zëri, jo rrogat. Rrogat e larta i trefishoj. Rrogat e larta. Ta dini një gjë ju. Sot kjo Shqipëria që thonë ta kemi s'kemi, i ka për rroglartit ka rrogat më të larta në rajon. Po. Ka rrogat e larta i ka më të larta në rajon. Diferencën
midis rrogës së lartë, rrogës mesatare dhe pensionit mesatar e ka më të madhen në rajon. Çka është çnjerëzi? Se ti mund t'jesh president i Republikës, mund t'kesh dhe fëmijë që i mban, po edhe ajo që shtyp, edhe ajo që pastron, ajo ka fëmijë. Edhe ata shpenzojnë dhe ata konsumojnë. Ndaj dhe gjithmonë bëhet një përllogaritje që kjo diferencë të mos jetë më e madhe se 4-5 herë. Këtu është 10-12 herë. Dhe këta e banë. E kishim 4-5 herë. Dolim në shumë evidente se Edi Rama, mos ja përmend në asemrin, thot se nuk na lejon fondi i pensioneve për të rritë pensionet. Dhe në qoftë se ne rrisim pensionet nga buxheti, ne psojmë katastrofë. Nuk ka mashtrim më të madh. Është e vërtet që në vende që kanë dekada disiplinë në menaxhimin e fondit pensioneve, në kontributet e sigurimeve shoqërore, është fondi dhe në përdorimin e fondit për shtimin e tij me investime, është fondi që i përballon. Por ky vend nuk jemi ne. Nuk jemi jo vetëm ne, nuk janë asnjë nga vendet e rajonit. Atëherë çfarë bëhet? Shtohet nga buxheti. Çfarë bëm ne në vitin 2005-2013? Ne gjetëm pensionin minimal 36 euro. Ishte në fshat pensioni minimal dhe arritëm në 82 euro. Po si arritëm? Jo nga fondi. Ne shtuam para nga buxheti. Gjetëm pensionin mesatar 110 euro ose 105 euro tani, dhe e rritëm në 143 lek, 143.000 lek. Dhe po kështu pensioni minimal. Pra, Kosova para 2 muajsh deklaroi do i rrisë me 25% pensionet, me 20%, dhe mori 100 milion euro nga buxheti i vendosin fondin e pensioneve. Pristi. Tani ky mashtrues, që se ka për asgjë, domethënë ka për moral mashtrimin, bën mbledhje, merr disa pensionistë, dhe në anën tjetër disa biznismen, dhe u thotë, ja, thotë, ju e keni fajin se i mbani punëtorët në të zi, se punëtorët nuk paguajnë sigurimet shoqërore, ndaj dhe këta s'marrin pensionet. Pa e dini ju, kush mban më shumë në zi pa sigurime shoqërore, njerëz? Administrata e Edi Ramës. A dini ju që sigurimet shoqërore janë me 10 milion euro deficit në fondin tuaj, sepse punojësit e administratës e punojësve të administratës Edi Rama nuk ju paguan sigurime shoqërore. Kjo është e vërteta. Atëherë bën një takim mashtrues ku i thotë se këta biznismen, thotë, këta e kanë faj, thotë, ju jeni tillë që këta marrin kaq. Jo, nuk është ashtu. Po tjetë, ajo duhet, sigurisht që duhet të paguajnë. Dhe shteti ka ligje, por në radhë parë duhet paguajë shteti vetë. Kur shteti nuk paguajnë sigurimet shoqërore, ai është një shtet që s'ka asnjë normë morale. Kur ato sigurime shoqërore janë për pensionet e atyre që kanë la me djerës këtë vend, dhe ky që punon në administratë sot si e plek,
Si e shteti, sa jep, ajo është punaj, nuk ka asnjë përgjegjësi punojësi këtu. Sepse në shtet, rroga shkon në bank, sigurime shoqërore shkojnë në fondin e sigurimeve. Po këta mbajnë shumica e administratës në të zi pa sigurime shoqërore. Së dyti, nuk ka dyshim që e mira do ishte që pensionet të rriten duke përdorur fondin e pensioneve. Por kur s'ka mundësi, pensionet s'mund t'i lësh. Kur? Ashtu si që janë. Sepse çmimet rriten, është një ligj i ekonomisë në kapitalizëm, i ekonomisë lirë. Çmimet rriten. Çfarë bëjnë këta? Këta shpenzojnë jashtë, grabisin faktikisht, jashtë çdo lloj imagjinate. Unë ftoj sot çdo pensionist të hedhë syt në sharr. Ku është Djegsi? Djegsi i Tiranës, që kushtoj 130 milion euro, që kushtoj 812.000 pensione, nuk ka nam asnjë shans. Imagjinoni pra. Se thot s'kemi pare, po vidhen pare, se pare ka. Djegsi u dhan parat çdo muaj dhe çdo vit dhe nuk shtoi asnjë tull. Dhe për ta mbikëqyr Djegsin, ndërtimin e tij, se çdo punim ka një supervizor. Paguhen një njësi prej 3 vjeç në Ministrinë e Ballukut dhe Balluku, dhe ata kur nuk raportuan se Djegsi nuk po ndërtohet dhe se parat po disbursohen. Nuk raportuan sepse ajo e dinte që parat shkonin në kontot e Edi Ramës, se përndryshe sigurisht nuk merrte kur përgjegjësinë ligjore dhe të mos raportonte. Natyrisht, në qoftë se i zhdukim me një dorë 130 milion euro për pensionistët s'gelet. Por ama ato bëjnë 812.000 pensione. Se themi ku janë para, ku i kemi, po si s'kemi. Po marë rastin Beketi. E morë dhe e përzuri investitori italian si armik, sepse televizioni ti nuk i nënshtroi. Kaq. Ai thoshte unë do të maj linjë editorialit pavarur. Dhe për të treguar i Rahu Gjoksin, për të treguar se unë vendos këtu spys për këtë, spys për atë, e përzuri. Çfarë ndodhi? 110 milion euro. Gjoba. Dhe ja u them unë, gjoba e tëra sepse majtën qëndrim politik në investitorit. E përzun për motive politike. Këto janë mbi 100.000 pensione. Janë jo mbi 100.000, mbi 500.000 pensione. Avion, se thot ku t'i gjejmë parati, keni ju thot, jo, parati ka shteti. Po këta i vjedhin parati, i bëjnë rushekumbla, i bëjnë luks. 21 milion euro në 2 vite, 120 rrugë. Presidenti Amerikan kishte 74 rrugë në 2 vite. Ky 120 rrugë me avion në dispozicion. Kancelari Austrisë udhëton pa avion në dispozicion. Udhëton
me avionin tregtar si të gjithë qytetarët. Luksi i shfrenuar blen në kopshtin e Edenit, se është qefli i madh, ky merakli i madh. 5 milion euro. Urdhoni, sa pensione janë? S'ka pas kur një instalacion druri aty, po s'mund ta blesh ti atë, se nuk i ke parat tua ato. Nuk futet në asnjë protokoll qeveritar blerja e tij. Nuk është vetura që do blesh sepse do udhtoj kryeministri apo ministri. Po ajo është instalacion për të kënaqur syt Edi Rama. Nuk e blen as kërkush, as një kryeministër. Të vërbur nga luksi dhe të shkputur krejtësisht nga hallet e njerëzve, jetesa e tyre, dje do të më lejoni këtu. Mediat publikojnë një fakt që në fakt nuk e kisha ndëgjuar kur. Po druaj se nuk ka ndëgjuar ndonjëherë asnjëri. Ministrja, zëvendës kryeministrja, që unë e quaj Lubi Balluku, po e ka pak Lubi Balluku, hap tender për pastrimin e përditshëm të veturës saj. Dhe tenderi shkon, kërkon Ballukja, kërkon larje e plot të automjetit brenda dhe jashtë për 30 minuta. Kushtet e tenderit. Pastrim nga brenda bëhet me fshes dhe kompresor. Larja automjeteve me solucion dhe jo furç. Orari kryerjes shërbimit nga ora 7 deri në orën 9 çdo ditë të javës. Automjeti do pres në radhë për kryerjen e shërbimit jo më shumë se 30 minuta. Nga paraqitja në vendin e kryerjes së shërbimit. Automjeti Audi A8, 10.000 euro në muaj. E mora në telefon një nga njerëzit shumë të pasur që njoh. Dhe i them të lutem shumë, a më thua pak atë veturën tame, ku e pastron ti? Ta sepse po më pyet. Jo po të pyesi, e pastron shoferi, tha. Dhe kur bie në baltën këto, tha, e çoj në një lavazh e laj dhe kaq. Urdhroni tani 10.000 euro në muaj paguën nga pensionet, nga parat e tuaja, nga taksat, absolutisht s'kisha ndëgjuar kur në jetë. Një gjë të tillë. Ajo që reciton. Dhe sigurisht to 10.000 euro i ndanë, se nuk mund të ekzistojë. Janë të marrur vesh me një servis, që hajtë të dajmë këto pare dhe pra shkojnë gjerë në këto pandjeshmëri të mëdha ndaj problemeve të qytetarëve. Por, sot, në shoqërinë tonë, problemet më të dhimbshme janë problemet e pensionistëve.
Ndaj dhe ne kemi vendosur që të këpusim mënyrën gordiane. Kemi vendosur nga buxheti i shtetit të marrim fondin dhe të vendosim për çdo shqiptar të rritur minimumin jetik 200 euro. Çfarë i intereson kjo pensionistëve? Të gjithë pensionistët, dhe nuk janë pak, po janë 2/3 e tyre, të cilët marrin nën 200 euro, 3 muaj pas ardhjes në pushtet të Partisë Demokratike me buxhetin e parë, ata do marrin 200 euro. Çdo njeri prej tyre 200 euro. Pse 200 euro? Ç'është kjo 200 euro? Pse minimum jetik? Është e llogaritur nga avokati i popullit, është bashkë me organizatën ndërkombëtare të punës, se për Shqipërinë 200 euro nuk i nxjerrin nga varfëria, por i nxjerrin nga varfëria e skajshme. Nga varfëria e skajshme. Dhe këto i bie në 200 euro i bie 6,3 dollar në ditë. 3 euro në ditë. Çka është minimumi, por minimumi jetik. Ndaj dhe ne do të këpusim mënyrën gordiane, do vendosim minimum jetik, nuk po bëjmë asgjë tjetër, por atë që e kanë bërë të gjitha vendet të cilat nuk duan që qytetarët të tyre të jetojnë në mjerim. Varfëria e skajshme është mjerim. E bëjnë të gjitha vendet. Edhe ne po e bënim. Ne përgatitëm vitin 2013, regjistruam. Kishim 15.000 familje. Ullën shumë, kishin qenë rreth 4% e shqiptarëve, zbritën në 1,03 dhe ne bëm listën e tyre për t'u dhanë edhe këtyre shumën që të mos ishin në mjerim. Tani, ne kemi vendosur të japim këtë përgjigje. Do japim për çdo shqiptar që merr nën 200 euro, do marr 200 euro. Pensionet e tjera, mbi 200 euro, do rriten me 20%. Ne, ku e kemi qëllimin? Qëllimin, ja u them realisht, të dalim në krye të vendeve të rajonit për rrogat dhe pensionet. Pse të dalim? Jemi vendi më i pasur. Ne jemi vendi më i pasur. Nuk ka asnjë vend tjetër, asnjë vend për rreth nesh që të ketë pasuritë tona. Jo, ja u them unë ju, asnjë. Ne kemi pasuri natyrore të pafundme. Ne kemi potencial turistik të jashtëzakonshëm. Ne kemi tokë pak, por ndër më pjellore. Kështu që ne ishim në krye të vendeve tjera për rroga dhe pensione. Sot ne kemi zbrit në fund, me gjithë ato rritje çal-çal që kanë bërë, jo që s'kemi majtë pozicionin, po kemi zbrit në fund të vendeve të rajonit për rroga dhe pensionet. Malazezi Mirte, në vitin 2013, pension në 138.000 lek në vlerën tonë. Sot merr 450 euro pensionin mesatar Malazezi. Dhe ju e keni parasysh çfarë ka Malizi që të marrin pensionet 3 herë më të larta se ne? Çfarë ka Maqedonia? Që merr pensione 3 herë më të larta se ne, Serbia 3 herë më të larta se ne, Kosova më të larta se ne. Kosova e ka pensionin mesatar 190 euro, ne kemi 165 euro. Pra, ne I japim kësaj situate përgjigje të menjëhershme. Ne vendosim pensionin
vendosim minimum jetik. A mjafton kjo? Jo. Por ne do përcaktojmë po 100 ditë të para, disa lehtësira të tjera. Pensionistët nuk do ta blejnë ushqimin me të njëjtin çmim që e blejnë rrogtarët. Jo. Pensionistët do ta blejnë me atë çmim, por shteti do t'u kthej atyre të vëshën e çmimit. 20% e çmimit. Edi Rama premtoi, nëse u kujtohet, në vitin 2013 se s'do men kur ushqimet tha me këtë çmime, do ja heqim të vëshën ushqimeve. Jo që s'ja hoqi, po përkundrazi, çmimet u dyfishuan pothuajse të ushqimeve. Kurse ne vendosim kartën e konsumatorit, të cilën do ta ketë çdo pensionist dhe çdo rrogult, dhe do marr kthim të veshës rreth 450 euro në vit. I bie afërsisht rreth po thuaj afër 3 pensione aktuale. Do të zgjerojmë listën e rimbursimit të ilaçeve. 2 gjëra me ilaçe. Ju garantoj që ilaçet pasigurta nuk do hynë në Shqipëri në mënyrë kategorike, sepse do rikthejmë ligjin që kishim, i cili ndalonte tregtimin e ilaçeve në Shqipëri, të cilat nuk tregtoheshin jo në 1, po në 2 vendet së paku në 2 vendet Bashkimit Evropian. Ilaçet që tregtohen Bashkimin Evropian kontrollohen nga enti Bashkimit Evropian për ilaçet dhe janë sigurta. Janë sigurta se i kanë lëndën aktive që vepron, janë sigurta se nuk kanë lëndë tjera të dëmshme në përbërjen e tyre e tjerë me radhë. Ne rikthejmë këtë ligj 100 ditë e para. Ne do ulim çmimin e energjisë elektrike. Nga 85 që bëhet tani, 95, nga 95 ne do ta ulim në 7 lekë. Nga 9.5 ne do ulim në 7 lekë. Po. Do përgjysmojmë tarifën e ujit për pensionistët. Edhe për rrogultit. Pra, me të gjitha këto masa, ne besojmë dhe shpresojmë të lehtësojmë gjendjen ekonomike dhe sociale të kësaj shtrese të nderuar që ndodhet në gjendje faktikisht jo të njerëzishme të themi. E rëndësishme është që ju në ato takime që keni me miq tuaj, me njerëz tuaj, të çdo bindje politike, ta diskutoni këtë paket dhimbshurie, i themi ne, kështu e meriton, sepse nëse ka dhimbje, ti duhet ta njohësh që ka dhimbje, edhe duhet luftosh që ta zhdukish dhimbjen. Dhe në fakt sot ka dhimbje. Ai që merr 130 euro, ai që merr 120 euro, që merr 150 euro, ai ka dhimbje. Ai po nuk u ndihmuar nga dikush, mbetet ose pa ilaçe, ose pa bukë, ose pa tjera. 11 maj, pra, është një rast që të bëjmë ndryshimin. Edi Rama kërkon një mandat të 4. Kërkon një piramidë të re mashtrimesh. Kërkon një rënim të mëtejshëm të Shqipërisë, largim tjetër të shqiptarëve dhe varfrim të mëtejshëm. Kërkon përqendrim të pasurisë dhe të pushtetit në një grusht të vogël njerëzish që shkojnë dhe vetëm për larje makine shpenzojnë 10.000 euro në muaj,
10.000 euro në muaj, se ku ka marrë, atër, imagjinoni sa shpenzon kryeministri për larjen e makinave të tij, sa shpenzojnë ministrat tjerë, bëni së bashku se çfarë bëjnë këta me parat e shqiptarëve. 11 maj është një ditë që bën ndryshimin e madh dhe unë ftoj çdo pensionist, pavarësisht nga bindjet e tij, të bashkohet në këtë përpjekje të përbashkët, të ndahemi nga kjo dhimbje. Të ndahemi nga kjo dhimbje që ndjehet në mbar shoqërinë shqiptare. Të ecim, ta ndryshojmë dhe të ecim, ta bëjmë të jetueshëm Shqipërinë. Shqipëria nuk është e jetueshme në këtë mënyrë me këtë skamje. Faleminderit shumë. Faleminderit doktor për fjalën tuaj dhe ofertën e Partisë Demokratike dhe ofertën tuaj për këtë shtresë kaq të rëndësishme për Shqipërinë. Tashmë ja fjalën kryetari i shoqatës Thinjat, një emër shumë domethënës e ka përzgjedhur Ilir Goci për ta quajtur shoqatën e tij në një fjalë përmbledhëse. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Berisha. Më lejoni të bëj një hyrje shumë të shkurtër për shoqatën. Ne jemi një shoqatë e re krijuar në fund të vitit të kaluar dhe fatmirësisht në gjendjen e shoqatës sonë ka specialistë të gjitha fushat. Bile mund të them që specialistë jashtëzakonisht të mirë. Në këtë kuadër, shoqata jonë duke qenë një sy dhe një vesh i vëmendshëm, i ka marrë në shqyrtim dhe propozimet tuaja. Më lejoni fillimisht të shtoj diçka nga fjala juaj lidhur me politikën e pensioneve nga viti 2005 deri në vitin 2009. Unë më mend jashtëzakonisht mirë që ju kur premtuat nuk do të ketë pension më të vogël se $100 i mandatit. Shumë njerëz e quajtën mashtrim, mega mashtrim, lloj dhe petash parama. Unë kam punuar në atë sektor edhe ky ka qenë një premtim i realizuar. Por unë të shesha këtë, që në atë kohë pensioni mesatar i yni ka qenë më i madh se pensioni mesatar i dy vendeve të Bashkimit Evropian, i Rumanisë dhe Bullgarisë. Atëherë, si fjalë mbajtur, shoqata jonë absolutisht e vlerëson maksimalisht propozimet tuaja për lidhur me pensionet. Zoti Berisha, në fundit e përmend dhe ju 200 euro nuk është para më, 200 euro shumë njerëz thonë ku do e marr si do ju e thatë. Unë do të përmend vetëm një fakt. Sot administrata shtetërore është 210.000 punonjës. Ka qenë 145.000 punonjës në vitin 2013. Me një llogarismë e pension mesatar 180 euro i bie që pagat të këtyre, me pak mesatar 700 euro për çdo punonjës pak mesatar, në çdo muaj konsumon 45.5 milion euro. 45.5 milion euro në muaj është 1/3 gati gjithë fondit të sigurimeve dhe po ta llogarisësh me pension mesatar 180 euro, 250.000 pensionista mbaren vetëm më këtë fond që shkon në drejtim të pagave. Dhe diçka tjetër interesante është që në totalin e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, shteti ynë ka përqindje më të lartë, 28% që paguhen nga administrata shtetërore, kur gjitha vendet e kanë maksimumi 15-16. Kjo është në një raport të fundit të Bankës Botërore të fundshkurtit, ato morën shqyrtim me mungesën e të ardhurave të pensionistëve, edhe kanë një udhëzim me këshilla për të gjitha vendet problematike. Te vendet problematike futet dhe vendi ynë. Ka shumë këshillave që japin ato unë veçova vetëm 2. Njëra është që duhet një reformë e qëndrueshme e pensioneve, edhe një dakordsi pozit-opozit grupi interesi. Dhe tjetra, qeveria duhet të gjejë edhe të përdor instrumente të tjerë vetëm me qëllim rregullimet e mirëqenies së pensionistëve. Kështu që të gjitha këto shkojnë në ato që përmendet ju më parë.
Edhe diçka tjetër pastaj 200 mund ta interpretoj si do, po ama 200 euro pensioni minimal është sa gjysma e pagës minimale, që shumë vende të Europës e kanë këtë tregues. Dhe për këtë ne si shoqat ju falenderojmë dhe përgëzojmë. Ama, si shoqat përsëri ne kemi disa problematika. Zoti Berisha, do ta filloj me ligjin e fundit numër 7 që miratuar në kuvendin në shtancet e fundit të kuvendit popullor. Për njohën e vjetërsisë në punë të kooperativë, atyre që kanë punuar në kooperativa bujqësore dhe atyre që kanë punuar në marrëdhënie bujqësore. Dhe kanë marrë një kuotë 18 vjeç, i kanë lehtësuar disa procedura, po vota 18 vjeç. Neni 48 i Kodit Civil, nuk kam punuar në kooperative, kam jetuar edhe vetë. Neni 48 i Kodit Civil, të asaj kohë parashikon që në kooperativë bujqësore duhet punojnë që 14 vjeç. Edhe gjithë to pensionistët që kam punuar 14 vjeç, ka filluar punë se nuk jepte deri studimin për shkuar në shkollë mesme në atë kohë. Këshilli popullor i fshatit. Pra, këtyre i mohohet 4 vite punë. Pa 4 vite punë, shkurt llogaritëshin në kohën kur den pension, për çdo fshatar shkon 16 deri 20.000 lekë të vjetra në muaj. Dhe tjetra është neni 22 i Kodit të punës, i cili parashikon që në zonat urbane, në banë industriale, puna e precizon 15 vjeç. Bile do punonin 6 orë dhe nuk lejonin të punonin turni 3. Kështu ka qenë atë. Dhe këtyri mohon 3 vite punë. Ne do ta kërkonim nga ju, zoti Berisha, që të mundsonin ndryshimin e këtij ligji në marrëdhënien tuaj në pushtet. Ta rishikoni dhe ta Së dyti. Nga që punuar kam në sistemin e sigurive, unë do të them ja 2 gjëra, zoti Berisha. Lidhur me pensionet e validitetit. Marrën e pushtet të rinindjes në vitin 2014 u formua një martesë e bukur, në fakt simpatike. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe e Rinisë. Ministri i Cilës në 2014 ishte Merion Veliaj. Pse zotni nuk i them dot zoti sepse zoti Hajdut nuk ka, por ai miratoi një ligj i cili penalizon të gjithë invalidët. Si? Mënyra e llogaritjes pensionit deri në vitin 2014 ishte e tillë. Të invaliditetit flas, ishte e tillë. Nëse një 50 vjeçar invalidohet, mënyra e llogaritjes pensionit të tij ishte mosha 50 vjeç minus 20 pestim për 2, që i bie për të marrë pensionin e plotë i invaliditetit duhet të kishte 15 vite punë. Është ka 14 më pak, 13 më pak. Kurse në marrjen e pushtet të tyre, kjo formulë ka ndryshuar. Dakord mosha 50 vjeç, minus 20, por është pestim për 3/4 që i bie për të llogaritur për pas një pension të plot një invalid duhet të ketë 22.5 vite punë. Pra ose ka më pak fillon i paksohet pensioni. Është një hapësirë shumë e madhe. Edhe për këtë edhe një diçka tjetër, kusht duhet të ketë 5 vite fund një vit punë. Ç'ne? S'di nëse jeni dakord. Edhe një të fundit për pensionin social. Pensioni social sot jepet në moshën 70 vjeç. Pavarësisht ke kontribuar, s'ke kontribuar. Pyetja dhe problemi shtrohet i tillë. Meshkujt që dalin sot 65 vjeç, me 5 vite të ardhshme, çfarë do marrin, me çfarë do jetojnë? Shkojnë ke bashkia me ndihmë sociale, që të thonë ke televizor, ke lavatriçe, ke këtë, edhe nga X lek të zbresin me këtë. Dhe sot femrat dalin 61 vjeç e 10 muaj. Deri në moshën 17 me këtë do jetojnë. Këto 3 probleme, 3 shqetësime kemi ne dhe do i kërkojmë që të na i bëni në konsiderat. Faleminderit. Faleminderit zoti Goci.
Jeni të lutur që të drejtoni komentet apo pyetjet tuaja kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha, nëse keni. Një koment ka doktori pa. Faleminderit Ilir për ekspozen që bë dhe problemet që trajtuat. Problemet e cilat dëshmojnë për absurditetin e qëndrimeve ndaj këtij problemi madhor, se është një problem madhor. Por përsëri ligjet vazhdojnë të bëhen duke shpërfillur kontributin e pensionistëve, duke ju mohuar vite pune në mënyrë antiligjore, antikushtetuese dhe arbitrare, duke vendosur norma të cilat nuk përputhen as me ligjet, as me moralin e kësaj shoqërie. Ndaj dhe ne vendosëm për t'u dhënë një përgjigje fillestare të parë pensionin minimumin jetik 200 euro për çdo shqiptar. Dhe pastaj ju garantoj se të gjitha këto ligje do të amendohen, do të ndryshohen dhe të gjithë pensionistëve do t'u njihet vjetërsia e tyre pa u mohues me 18 vjeçë, me norma, me vite, me afate të tilla të cilat nuk kanë ekzistuar në Kodin Civil të Kosovës dhe kanë realitet tjetër. Pensioni social do të bëhet vërtet i drejtë dhe social. Natyrisht, fitimi i këtij pensioni nuk do jetë 70 vjeç, por do ulet kjo moshë, do ulet. Dhe edhe këtu, një përgjigje merr minimumi jetik. Minimumi jetik. Pas vendosjes minimumit jetik, atëherë do bëhet çdo gjë për zhdërvjellësinë e plot të skemës së pensioneve, kategorive. Është fol gjithnjë për pensione minatorëve. Faktikisht nuk është arritur ajo që është premtuar. Për pensione të kategorive tjera, pra, pas vendosjes minimumit jetik dhe ligjit që do të indeksohen me dyfishin e indeksit të çmimeve, do të filloj, do të nisë, do të zhdërvjellësohet i gjithë legjislacioni i pensioneve. Nuk ka absolutisht asgjë s'mund ta pengojë ne. Edhe asnjë lloj. Mos dëgjoni propagandën boshe të atij që thotë se do falmentojmë dhe nuk falmentojmë fare, kemi dyfishuar pensionet e ulta. Kemi rritur mbi 60% të mesmet, kemi rritur të lartat, kemi dyfishuar rrogat dhe nuk falimentuam fare. Mashtrues ordiner, i ndëgjon thonë, jo ishte grop kur e morëm në vitin 2013 ishte grop fondi pensioneve. Si ishte asnjë grop fondi pensioneve. Fondi pensioneve, pensionistët mirrin pension në kohë dhe u rriten pensionet siç u premtuan dhe prap do rriten pensionet. Po, e theksoj, do mirren nga buxheti gjersa dhe është drejtësi sociale. Marrja nga buxheti është akt drejtësie sociale. E shpërndan edhe atyre që kontribuan për të arritur këtë buxhet. Ka është parim shumë i drejtë kjo. Ndaj dhe ne i qëndrojmë këtyre premtimeve
Ne I kemi marrë premtimet. Ne premtimet të një gjë të sigurt. Kur premtim që smahet nuk bëj. S'ka njeriu asnjë detyrim të bëj, vetëm ai do të mashtroj. Ai thotë, para 3 muaj thoshte që bijem në humner po të vizim pensione, tani thosh do t'i bëjmë, se I doli që njerëzit nuk mashtrohen me zhaba dhe me bretkoca që përdor ai çdo mëngjes, por duan të jetojnë dhe ne ju japim përgjigje këtyre çështjeve. Faleminderit doktor. Raporti kontribues përfitues sot është në pikën më të ulët, është 1,17 dhe 1,16. Nuk ka ku shkruaj. Sepse administrata si pagun, nuk pagun, ky nuk pagun sigurimet e administratës, për zotëri. Nuk ndodh në botë kjo. Edhe pastaj janë kohët për biznismen. Po kur sillesh vetë si njëri pa ligj, atë çau kërkon tjerëve sa? Po, mund të vazhdoj me pyetjet, ju lutem deri në 2 minuta për shkak të agjendës. Edhe komente. Edhe komente, patjetër. Çfarë të duan? Quhem Kujti Moxha, jam sekretari I shoqatës Thinja. E kam ndikur me shumë vëmendje programin e EPD-s në lidhje me pensionet edhe në fushat tjera. Paraprakisht, unë do bëj edhe ndonjë vërejtje këtu. Patjetër. Në lidhje me atë ligjin 7 të datës 30 janar të 2025 që bën fjalë për njohjen e vjetërsisë në punë në ish kooperativat bujqësore, ndërmarrjet e mbyllura dhe në bet, nuk ka patur opozit nga grupi parlamentar I PD-s, nuk ka patur asnjë diskutim ose kundërshtim. Pra, e them si sugjerim ose vërejtje, që nga ana e këtij grupi, sa herë të dalin problemet të tilla të paktën të shikojmë, që të bëhet edhe dallimi I programeve dhe të qëndrimeve të partive. Kjo ka bërë që ajo të ligjërohet dhe do shumë mundim pastaj për të ndryshuar. Skema e sigurimeve shoqërore, fatmirësisht ose fatkeqësisht për ne që ndodhemi në këtë sallë, ka ndikuar për keq. Pse them për keq, unë do sjell 2-3 argumenta që të kuptohet këtu dhe pastaj edhe 2-3 sugjerime, nëse do të merret parasysh. Sot që po flasim neve, e ka detyrim ligjor Ministria e Linjës me Institutin e Sigurimeve Shoqërore të nxirrte raportin vjetor të vitit 2024, gjë që se ka bërë. Dhe pse nuk e ka bërë? Nuk e ka bërë sepse këto 12 vjet që është në pushtet e ka thelluar diferencën me distardurat dhe shpenzime dhe viti që u mbyll, unë kam njëri, po duhet të shikojmë të publikuarën faktikisht. Kjo skemë është deficit prej 520 milion euro. Është katastrofi. Po të shikojmë në brëndësi për problemet që ka kjo skemë, unë po I them për ato që stonojnë dhe duen reguluar. Ligji 104/2014 ose ligji Erion Veliajt ka bërë që kjo skemë të quhet e shpartalluar në çdo drejtim, e cila duhet rregulluar, duhet filluar me një skemë të re, e cila t'i përgjigjet interesave të qytetarëve pensionistë, edhe ata që janë kandidatë të dalin. Pse them kështu? Duke argumentuar, jo me tifozllëk, ne kemi interes që PD-ja të marrë parasysh dhe të bëjë këtë ndryshim. Dhe unë kam besim të plot. Këtu kam statistikat që nga viti 1993, kur ka hyrë në fuqi ligji 7703 për sigurimet shoqërore dhe deri sot që flasim. Dhe deri në vitin 2013, rritja dhe indeksimi I pensioneve ka qenë shumë normale, ku pavarësisht ndonjë problemi të vogël, duhej shikuar. Por këto 12 vjet është përkeqësuar aq shumë sa ka ndikuar negativisht në pensionin minimal dhe mesatar. Pse them kështu? Sepse në qoftë se do të shikojmë trendin e qeverisjes demokratike para vitit 2013, sot pensionet që është në pushtet do ta kishte 210.000 lek
pensionin minimal, nëse do t'ikse me ato ritmet e PD-s. Pra kemi një përkeqësim. Dhe kjo është bërë me dashje. Pse te me dashje? Unë du t'a kuptojmë njerëzit. Sepse sot, në vitin 2025, në zbatimin e buxhetit të këtij viti, nuk është planifikuar as 1% për indeksim pensioneve. Pra na ka lënë pas dore të gjithëve. Nuk mundet që këto problemet e pensionistëve të bëhen me duke edhur me pikatore dhe sa doja ju duke edhur në formën e një karamele. Me bonuse, ku di unë gjëra të tjera. Njëkohësisht, duhet kemi parasysh që skeme sigurimeve shoqërore, instituti trajton 74 lloj përfitimesh pensioner, nga të cilat unë shikoj që ka po i filloj nga të përnikur politik. Me që kam një zotëri mik të vjetër aty përpara, po e filloj nga ligji 7514. Akoma sot, shtresa e të përnikurve politik, ata që kanë bërë burje, ata që kanë qenë në internet, marrin një pension qesharak, e cila duhet vlerësohet, sepse në qoftë se do vazhdonte të trajtohej ashtu si trajtohet nga qeveria demokratike, nuk do ishin këto pensione që janë sot. Unë për fat të mirë, dje kam patur 2 qytetarë, shumë të vojtër, kanë qenë arsimtar, janë persekutuar nga Merlikat, nipi Mustafa Krujs, i cili merr një pension sot 170.000 lekë. Është katastrofik bashkë me të shoqen. Vazhdojmë me minatorët. Para 93-shin minatorët trajtoheshin një lloj si ushtarakët, domethënë afërsisht. 2 fishin e pensionit minimal që në kohë trajtohej me 700 lekë. 2 fishin. Sot ka një diferencë, ne i krahasojmë këto 2 grupe shoqërore me 1,3 Pra pensioni mesatar dhe minimal i minatorëve është rreth 220.000 lekë. Nuk mundet të ketë diferencë kaq të madhe kur ushtarakët sot e kanë 750 euro mesataren dhe le të marrin edhe ata. Por kjo skemë ka bërë që vetë ligjvënësi, ata që kanë votuar në këto 12 vjet kanë ndikuar për keq në pensione. Janë miratuar rrogat të deputetëve sot ta dinë është 310.000 lekë, e presidentit 410.000 lekë, sa është piramida, caktohet paga e presidentit, pastaj vinë duke ulur. 310.000 lekë, dhe ata të ashtu quajtur, që futën nga lista, bën 2 vjet deputet, ata sot marrin Koçi Tahiri me shok, ata tjerë s'po i ashtu se kemi edhe në koalicionet. Po themi, marrin për këto 2 vjet kontribut, merr 610.000 lekë pension Koçi Tahiri. 610.000 lekë. Ndërkohë që kontributet janë konsumuar ato që ka hedhur brenda 2 vjetëve. E ka atë tash bare ka shoqëria. Sepse vetëm metoda e llogaritjes ka konstituar që të merren paga e fundit kur del në pension, jo atë që ka derdhur atë. Dhe kjo bën që jo vetëm të ketë ndryshim midis stresave të ndryshme të shoqërisë që trajtojnë me pension, por bën edhe atë që kjo skema e sigurimeve shoqërore të sjell diferenca ndërmjet vetë qytetarëve dhe pensionistëve. Kam edhe një gjë që nuk do ta lë pa thënë, pse do ta mbyll se mos bëhem i bezdisshëm, në lidhje me trajtimin e pensionistëve sipas kontributeve. Është skemë drejt si koncept, ndërsa është realizuar shumë keq praktikisht, sepse unë po sjell me fakte. Një arsimtar, një mjek, një inxhinier që ka dalë në pension para 2014 nuk mund të kishte pension më të lartë se 2 fishin e pensionit minimal të kohës. Dhe për shkak të kësaja, kur krahasohet me ata që kanë dalë në vitin 2015, ka një ndryshim në pensionin me 80.000 lekë të vjetra. Gjë që nuk është e drejtë, sepse kontributet ka kontribuar edhe ai përpara edhe ky pas. Vetëm për shkak të momentit kur ka hyrë ligji,
tash këto rregullohen, ju keni eksperiencë shumë, zoti doktor, sepse unë kam djeni që në qeverisin tuaj 2005, 2009 sidomos, kjo ka qenë qeverisja e ata titras duhet ta zënë në gojë. Sepse ju duke parë këto ndryshimet, kuptohet edhe me teknikët që keni patur, keni bërë ngushtimin e diferencave të pensioneve. Në 5 raste ka dalë vendime qeverie që i kanë ndryshuar këto, i kanë rregulluar. Kështu duhet ndryshuar edhe kjo që qytetarë pensionistë që janë sot duke marrë pensionin të trajtohen dhe të vlerësohen për kontributet që i kanë dhënë dhe që nuk i marrin. Ndërsa për pensionin minimal, për ta mbyllur, unë them është gjë shumë e mirë, duke filluar, po them, si një nismë, jo si një destinacion. Duhet të jetë një rrugtim i gjatë, i prershëm, sa herë të ndryshohen pagat, të ndryshohen edhe pensionet, i përgjigjen këtyre rasteve, e cila realizohet me rrugë të ndryshme. Sepse nuk e le pa thënë edhe një të kryeministrit tonë të nderuar. Ai ka ngritur si problem që paga minimale nuk respektohet tamam, ka para të dala jashtë banke, ka punë të zezë, po haron të thot një gjë. Kufiri maksimal për të cilën derdhet kontribute sot është 176.416 lekë. Puna e kryeministrit vlerësohet me 3.9 milion ashtu. Të gjitha të mbi 176.000 lekë ka evazion, nuk i paguan sigurime dhe ka firmosur vetat. Pra duhet kërkuar edhe lart, po eshin edhe këta tanë, se janë vetë në atë pjesë. Ka rrogat larta dhe nuk i paguan, duhet të ngrihen këta. Pra ka shumë opsione për të cilat mund mbushet arka dhe mund të trajtojmë më mirë. Faleminderit. Faleminderit. Shumë faleminderit për vërejtjet edhe për propozimet shumë të dobishme që ju bëhet. Dhe ju garantoj se në bashkëpunim me ju, skema do të zhdërvjellësohet brenda 3 muajve të parë. Në qoftë se thash pa diskutim, qoftë se thash minimumi etik është një përgjigje urgjente, imperative për të nxjerrë njerëzit nga varfëria ekstreme, nga mjerimi. Zhdërvjellësimi i skemës është drejtësi, ligjo është drejtësi sociale, është drejtësi, është respektimi kushtetutshmërisë vendit dhe ne do ta bëjmë atë me vendosmëri të plotë. Ju nxuart këtu një zinxhir pa drejtësish që janë bërë. Përsëri, vërejtja juaj për deputetët e PD-s është e drejtë, që nuk kanë ngritur problemin, por të siguroj se ai ligj do amendohet. Dhe do të afat fillimi i moshës pensionit do të jetë ai që përcakton kodi civil i kohës për ata që kanë punuar në kooperativa dhe ata që kanë punuar në ndërmarrje shtetërore, pa asnjë dyshje. Ju e theksuat që nëse trendi do kishte vazhduar, sot pensioni minimal do ishte 210 euro dhe në fakt po të kemi parasysh çmimet e vitit 2013 me çmimet e vitit 2025, ai pension i bie që vlera e tij në raport me çmimet ishte edhe më e madhe dhe mjaft më e madhe. Por ne tani më mirë shohim të adresojmë me shpejtësi problemet që trashëguam dhe t'i zgjidhim. Këto janë emergjencë. Faleminderit doktor. Kemi edhe një koment nga një zonjë? Po lutem. Doktor Berisha, ju përgëzoj dhe ju falenderojmë
për të gjitha problemet që ne shfaqim, sidomos ne pensionistët, unë për të prezentohem se nuk jam nga ato që flas shumë, po unë veproj. Quhem Zamira Sheu, aderoj në Njësim Bashkiake numër 10 në Tiranë. Jam aktiviste e vjetër e Partisë Demokratike, antare e Partisë Demokratike dhe persekutuar politike. I kam fillu aktivitetin tim qysh në vitin 90 dhe nuk kam dalu, nuk kam rreshtur së punuari për demokracinë dhe për të djathtën demokratike, sepse jemi të vuajtur të gjithë si popull, jo vetëm ne të persekutuarit. Edhe nuk do rresh derisa të jem gjallë, sepse komunizmi na ka myt në kohën e Enverit, sa nuk mund të përshkruajmë mos i fillojmë me radhë ato, dhe këto bitë e tyre po na marrin jetën. Po i di shkurt, nuk kanë të krahasuar as me kohën e Enverit, poshtërsitë dhe krimit pa drejtësi që bëhen këtu. Jeta jonë është e pasigurt. Nga ana e të ushqyerit, nga varfëria, nga pasiguria, nga drejtësia që nuk gjen kërkun zgjidhje. Kur nuk dënohen kriminalet aktual që kanë dalë në pa me vjedhjet e shumica qeveritarëve janë të korruptuar maksimalisht, atëherë ne, populli, ne nuk kemi shpresim. Asnjë zgjidhje për ne dhe asnjë qetësi për ne nuk kam më. Ne pensionistët jemi pra shtresa më e vuajtur dhe më e diskriminuar. Ne nuk e meritojmë të vuajmë kështu siç po na trajtojnë ne Edi Rama. Edi Rama nuk ka asnjë lloj ndjeshmërie as për shqiptarët dhe as për pensionistët. Prandaj pensionistët duhet të mbledhin mendjet edhe të shkojnë të votojnë të ardhmen. E ardhmja këtu është vetëm e djathta shqiptare. Unë jam radikale për të djathtën shqiptare që të veprojnë në mënyrë jashtëzakonisht të pashteshme, të pa imagjinueshme. Këto nuk besohen më. Unë jam e shqetësuar edhe për votën doktor Berisha, sepse vota e këtij manipulohet. I kam dëgjuar me veshtemi një natë kur dola për ke dyqani, dy aktiviste të mund të ishin patronagjiste. Ato shkuan në një derë, aty i ran derë dhe unë ndalova se i njofta nga biseda që i bën. Than, ajde zonjë, tha, na jep kartat e identitetit se ne do t'i marrim, do t'i mbledhim ashtu siç kemi fol. Nga dera për jashtë, ajo doli, unë e pash, desha ta filmoj, ishte errësirë, nuk munda, dhe ajo po më shikonte në sy, dhe unë e pash në sy, me i thënë që, ja, ku ke rënë, dikur ka qenë me PD-n, dhe tashti ajo është thyrë. Pra, i bëj lutje të gjithë pensionistëve, e të gjithë popullit shqiptar, ka ardhur koha që o sot o kur, ne duhet të shpëtojmë veten tonë, familjen tonë, edhe gjithë shqiptarët, sepse jemi në prag të shkatërimit, të falimentimit, si shtet edhe si njerëz. Po na shfarosin në të gjitha mënyrat, nuk është nevoja të zej me gojë. Tani, unë ju falenderoj doktor, i kemi të qarta të gjitha premtimet edhe të gjitha punët tuaj. E kemi kalu kohën e demokracisë, kur ishit ju lider, kur ishit ju në udhëheqje, dhe jemi shumë të kënaqur me gjithë mirësitë edhe begatitë që ka pas vendi jonë. Duhet ta pranojmë. Ideat e imajt, ku kanë jetu më mirë? Ku i ka lënë të lirë doktor Berisha që nuk ka bërë dallim? Atëhere, apo tani në kohën e këtyre kriminalëve që të gjithë kanë urrëtia jonë ka ardhur aty ku s'mban më. Ju lutem, mendoni për fëmijët, mendoni për familjet tuaj, për veten tuaj, se shpëtimi jonë nuk është me Edi Ramën, një kriminal që po e diskrediton bota, e jo më ne që e kemi këtu në vend. Prandaj, vota jonë tjetë për të djathtën shqiptare, për shpëtimin e Shqipërisë, jo për liderin, jo për të tjerët, voto për veten dhe për familjen tënde, shpëtoje jetën tënde dhe fëmijëve tuaj. Faleminderit doktor, kemi besim ke ju jeni bashkë me ekipin tuaj e ardhmja jonë. Të mundemi ta mbrojmë votën tonë atë ditën e shenjtë të votimit me çdo kusht.
Gjithë të mirat. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit për ndërhyrjen tuaj dhe për thirrjen tuaj. Përshëndetje, unë quhem Mark Gjini, zëvendës president i shoqatës Thinjat, së bashku me Ilirin. Unë ju them që do flas vetëm 2 minuta, 3 jo. Jam aktiv në punë, pensionist, kam 5 vjet që vazhdoj punën për të rritur pensionin. Unë me datë 20 marr pensionin dhe 60% pensionit shkoj paguaj kontribut sigurime shoqërore. Se kjo është një veprim për mua jashtëzakonisht i gabuar. Kush do të më kthej mua ka 5 vite të punës që un kam punu, do ta lë nesër punën, kam kontribu dhe nuk marr asgjë mbrapsht. Unë mendoj që në listën që i dërgohet zyrës tatimeve të shënohet administratori pensionist mos paguaj kontribute. Për arsye se ka mjaft hapësira dhe akses që ato punojnë që unë i punësoj, mos i paguaj 50% në listat e bordërove dhe 50% me zarf. Sepse gjithë Shqipëria kështu po vepron. Ky është një evazion jashtëzakonshëm fiskal që ka hapësira sa të dush për të siguruar të ardhat mjaftueshme për rritjen e pensioneve. Kjo ishte e para. Me një fjalë që të hiqet pensionisti nga kontributet që vazhdon në punë. Një dhe kur ta ketë lënë punën, ti llogaritet një 5 deri në 6%, për 5 vjet 25%, si i bie 4.000 lek, 5.000 lek të reja, ti kthehet se nuk është lëmosh, është investim që ka bëu ai. Unë mendoj si veprim drejt. Thash shkurt sepse këtë kisha bëj fjalë. Dhe dyta, unë paguaj taksën e bashkisë, një lloj siç e paguan ai që lun me miliona euro. Ndërkohë që unë jam pensionist, që aftësitë e mia të punës janë të kufizuara me një xhiro të biznesit vogël. Tjetër, paguajnë tatim fitimi 15%. Paguajnë dhe dividend 8%. Kur bën xhiron e biznesit vogël, e kanë heq tatim fitimin, po s'kanë heq dividendin. Po kjo është një absurd jashtëzakonshëm. Pagu dividend pa pas tatim fitimi. Edhe kështu pengojnë, nuk lejojnë që ty të vazhdosh aktivitetin aq sa është e mundshme që të bë përpara. Besoj se minutën e parë kam konsumuar, tash i kam minutën e dytë. E dyta është kjo. Unë jam rezident në Itali dhe i marr gjitha ilaçet falas. Të gjitha ilaçet që kanë bëjnë me zemrën, edhe problemet e tjera të smundjeve, bëj gjithë analizat i hen 3 muaj, 6 muaj falas. A nuk është e mundshme që një herë 6 muaj pensionistët shqiptar të bëjnë analizat falas? Besoj se është këtë normale. Një herë 6 muaj të bëjnë analizat falas. Një dhe dyta, po pse ilaçet mos i marrin falas, ai shesh me smundje zemre? Pse mos i marrin falas? Në më të vërtetë kemi standardet e Italisë. Por tash kjo duhet pa, unë e mendoj se duhet ba një gjë. Është në qoftë se themi një gest human për pensionistët i kthejmë atë drejt të mohuar deri më sot, besoj që edhe kjo mund të shihet nga ana juaj. Unë ju falenderoj edhe fitore me datë 11 maj. Faleminderit. Faleminderit shumë për ndërhyrjen dhe për propozimet. Lidhur me sugjerimet e drejta tuaja, po ne do heqim çdo detyrim fiskal për pensionistin që punon për ato që fiton. Do përjashtohet nga çdo lloj detyrimi, sigurimes apo të tjera. Lidhur me dividendin. Dividendi është një taksë e padrejtë. Është e padrejtë sepse në të vërtetë vendoset tatim mbi tatim. Kam qenë gjithçka për heqjen e tij, dikur nuk e kemi patur në vitet 90. Tani specialistët nuk janë shumë të dakord për heqjen e tij, por pas vendosjes taksës shesht, ju garantoj se paketa tjetër
do bëjnë çmos që të heqin fare taksen për dividendin. Nuk duhet të ekzistojë. Jo. Fitimin buxheti saj nuk e kanë si këto ekspertë të taksave e kanë pak si të fiksuar problemin e tij, por buxheti me heqjen e dividendit me heqjen e taksës mbi dividend nuk fiton nuk humbet ndonjë gjë të madhe. Analiza falas është 100% e mundshme. Çfarë bën sot Edi Rama me bashkëshortën e kushëririt vet, Vilma Nushi? Bën check-upin të cilin asnjë vend i pasur nuk e bën. Dhe nga check-upi ka përjashtuar pensionistët. A ka akt më të turpshëm, më të pak absurd, të pak kuptim. Po ai që ka nevojë për një analizë një herë në 6 muaj është pensionisti. Dhe këta pikërisht pensionistat i përjashtojnë nga check-upi. Dhe që ta dini, janë 60 milion euro. 60 milion euro që ajo që Vilma Nushi me Edi Rama ndajnë në check-up. Se ndryshe s'mund të ndodhi kur, kam thonë. Janë 60 milion euro nga të cilët më shumë se gjysma e analizave janë të pa bëra kur, sepse Edi Rama ka firmos kontratën me Vilma Nushin që shteti do ta paguaj atë për 1.200.000 analiza, për gjithë analizat e pa bëra. Ajo bërë 400.000, 500.000, tjerat i paguon shteti. Tjerat i paguon shteti ndanë me Edi Ramën. Plus që përdor të gjithë infrastrukturën. Kjo është një nga plaçkitjet e mëdha. Po plaçkitje në shtetin e njerëzve, po mirë. Do ta bësh, bëhet moshë e pensionit ato. Këtyre bëja sepse duhet ja u bësh falas, sepse s'kanë për të paguar tjerë me radhë, dhe kanë nevojë. I marrin punojëse administratës me radhë, me detyrim, i çojnë bëjnë analiza, se duhet të plotësojnë numrin Vilma Nushi. Kjo në rrëfund, dhe ne do ta vendosim, analizat falas për pensionistët do t'i vendosim që muajt e parë, pa asnjë mdyshje. Thash për ilaçet, e keni shumë drejt. Ju ilaçet duhet i keni rimbursimin e plot 100%. Dhe ju siguroj se ne do përdorim listën më të gjerë të mundshme për rimbursimin e plot të ilaçeve. Faleminderit. Do presim edhe 2 komentet e fundit për shkak të agjendës, lutem. Doktor, ju faleminderit. Vi me amanetin e nonës time, kam shumë tre, 98 vjeçë. Nona ime ka merakull më të madh. A do marrujt do të doktori votën, tha. A do marrujt do të doktori votën. Ka ndërzuar, tha, 800 kren bakti, tha, 100 lym tokë. 800 lym kullota, tha. A do varroset në fshat Mbaldushk, apo në komunale Tiranës. Se nuk kam tokë, tha, as këtu, as atje. Kam rritë 7 fëmijë, tha, njërin e ka patur doktor moshatar me ty, që Malçavelit, Indjeri, disa këtu e njohin. Edhe unë i falenderoj këto pjesëmarrës, këto nona dhe këto baballarë, që kanë eduku breza, inshallah arrojnë të taksojnë pensionin, se të tyre. Kam edhe diçka të vogël, në sensin kombëtar, dhe do më fali gjithë, unë jam ministri i luftës në Republikën e Shqipërisë. Ju bëj thirrje që ta njohni Republikën e Shqipërisë se nuk ka një varr ku të qajnë. Ato djem nonash, ato vajza nonash. Genocidin grek mos harroni. Ju faleminderit për gjitha. Faleminderit shumë për ndërhyrjen tuaj dhe ju siguroj se do bëjmë gjithçka për
fitoren e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, dhe se betejë me këtë narkodiktaturë është vendimtare, është e pandalshme dhe do kurorzohet me fitore. Çështjet që ngritet ty janë të drejta, do marrin përgjigjen më të mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Komentin e fundit, lutem. I nderuar zotni Berisha. Edi Rama thot që ka me qindra me mira, shumice të ardhur turista, kaq vlera, kaq ne, kaq ne. Në një kohë që shtatori, të paktën vendet rreth qark, Ballkanit, Italia, edhe shumë vende të tjera, organizojnë me pensionistët që vinë falas nga shteti ose nga bashkitë e tyre. Edhe këta quhen edhe vajtja ardhje, si mund të shkojmë neve në Maqedoni dhe të kthehemi quhen turista. Por brenda asaj të keqes që këta shtrojnë, do të doja që edhe juve ta manifestonit këtë pjesë për ne pensionistët, ta organizonit, ndoshta në pranverë, ndoshta në vjesht, që të kishte ekipe të ndryshme, nga lagje të ndryshme, nga qytete të ndryshme, të vizitonin vendet historike. Do me thënë, mendoj që ishte një vlerë për shtetin tonë dhe për pensionistët. Dhe pjesa tjetër, ndoshta, zotni Berisha, në aktivitetet sportive, ose në aktivitetet kulturore, a mund të ketë, ose në lëvizjet, do me thënë, brenda për brenda shtetit, a mund të ketë për pensionistët një ulje çmimi? Nëse udhëtojnë nga Verona për në Venecia, pavarësisht se jam shqiptare, vetëm me pasaport shqiptare, pa qenë rezidente aty, unë paguaj gjysmë bilete. Atëherë shiko sa ndryshim ka pensionisti shqiptar me pensionistët e Europës. Do të doja që këto ndoshta nuk do të bëheshin për një herë, absolutisht, por kur juve, zotni Berisha, ti një kryeministri jon, dhe jo pse, edhe presidenti jon, juve të merrshit shumë, ti merrnit shumë parasysh disa gjëra që nuk janë shumë sublime, po janë pak të domosdoshme për pensionistët. Faleminderit ju. Shumë faleminderit për ndërhyrjen, për propozimet e drejta, i du garantoj që do të merren parasysh plotësisht. Dhe janë plotësisht të realizueshme, plotësisht mundshme për të realizuar. Faleminderit. Ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë bashkëbisedim me kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha. Mirupafshim, takime të tjera.